me rre, as me ofendu, as ato as ato. Edhe është dash me sakrifiku çdo sen për mos me u arrestu dhe mos me u bo pa drejtësi, qysh ka bo Serbia atë. Sot i teket dikuj që e politikat tona, kujt i teket që tash mundet mu me mshabë me gjithë juve bashkë dhe me thonë këta janë me Serbi. Ose me thonë që ku me ditë çka jem ka bojmë nas tash. Unë jam të ndullt për para që s'kesh për këtë punë heq me thonë drejtë, se unë ashtu kështu i ka mërzi mediat, po s'kam çaj u bëj. E sene, jo që i ka mërzi. Po edhe mediat ja krisin të na që që dini ju vetë jeni gazetar që ja krisin që shtu teket, ha? Sene. Po që tash më na thonë edhe valla, ishin kontu ne me shkije që aty, ha? Dikush rrugë, sikur ai që ja futi sfiren atje, ku diun me atë farë. Tjerë, edhe na duhet më nolë me këshyrë seri, s'ki qaj ba. As mirët shteti, as mirët ligji, as kërgjofi. Kush duhet më mirë në kështë? A mendoni që shteti duhet më mirë me ata që shkaktojnë dhunë? Shteti duhet me mirë me ata që ofendojnë dhe e kushtrojnë dikonin pa fakte. Edhe që e sulmojnë me lloj-lloj rrjetësh, me lloj-lloj gjonash. Edhe kuj çka ti teket dhe ti bjen mend sot, kështu midis rrugës, mundet me të fyt ty, mundet me të fyt mu, mundet tjetrin edhe kush nuk mirët me atë punë. Haptas absolut, as nuk mirët ligji, as mirët prokuroria, as mirët policia, me kanë mirët me kryetarin për zonë, këta ose iksin kryetarin tjetër, ose tjetër njeri që është në politikë ose me emën, edhe s'mirët kush çka të donë, i thot kuj çka të donë. Nëse nuk funksionon ligji, atëherë qytetarë duhet me morë ligjin vetë dorë. Nuk e di çka. Nëse ty po ta bëjnë pyetjen thjesht, ju jeni gazetar. Nëse dikush thotë ti je me Serbi, edhe je shpion i Serbisë, çka? Edhe jo hajde të thotë një herë rastisht. Po s'ta shkosh për ditë. Çdo ditë zotit me Serbi. Ku na vithu me Serbi? A ka pas provokime tjera zoti Lushtaku apo vetëm atë deklaratën e tij ka zoti Mehani? Provokimet e tina, unë po ta them, unë as nuk mirëna me to as me atë tjetrin. Unë po ta them që unë jam në komune. Ma herët, është zholla i djali, ja them, urdon. I kom thonë zyre të kryetarit atëhersh, dhe kemi ashoj. Mos i fyj njerëzin, me detyru dikon me të rej, Allah. Se s'bohet politik kështu. Zoti Mehani keni thënë. Edhe nuk bohesh i madh të detyru dikon me të rej. Ti pe detyron ose pe fynë Samin ose Nurën ose X-in ose tjetrin, ferë me u bo faktorin politik se nuk i bagazh tjetër. E s'ki kapacitet tjetër me u bo politikan ose me arrit dikon, duhet me i poshtru dikonin, ha? Këtu ndodhin me shtenan Kosovë. Shohet Samin, shohet Ramushi, shohet Hashimi, shohet X-i, Y. Kush nuk shohet këtë? Familja Jashari. Koma poshtërësit. Aj? Edhe familja Jashari në rastin e fundit të dasma e Po dhe Larit. familja Jashari shohet për shqiptarëve, edhe tonë që i kanë bo këto rrjetet që une nuk e di shteti vlo që kush funksionan këtë në. Rrjetin social del pyet poshtron kujt i teket edhe me zhakt shoh. Kush mirët me ato gjëra? Edhe ku jetë me u mirë atëherë? Shteti duhet me funksionu, mos me ardh gjendja edhe me e marrë ligjin në dorë shtetar. Qysh është ka vazhdon? Na shtet që i hupën. Ato siguron që Kish ta kallxojnë punë. Na për i Kosovë nuk mundu me hup. S'ka mujt me na njek Serbia atëherë edhe me na hup i Kosovë. Jo pavarësisht çfarë politike. E dikuj ose edhe vesa se të del tash posh vjetët gjinjat po dal me kry lidhën, dalin deputet aty, thuti kanë bo kombëtarizëm që po dalin fat ato. Qa po do me këtë zemë? Qa po e po histori? Ndodh për ditë rreja njerëzia ndof. ato siguron që sot është marrë ligjin dorë për qytetarët. Jo. Nuk e konsideroj. Qysh ka ndodhur, çka ka ndodhur, nuk e di. Unë çka kam kuptuar pe njerëzve që i kanë rrej shtetarët. Çka keni kuptuar prej zotit Lushtaku me çeke? Prej zotit Lushtaku kam kuptuar vetë që ka orkes çka ka ndodhur, shpisho pas zonë në rrugë, kaç. Zoti Mehana e ka akuzuar zoti Lushtaku se ka bërë shkel edhe kont. Nuk e di. A ju ka zoti Sami se është e vërtetë? Unë nuk e besoj që Samir Lushtaku ka prejkë me dorë zotin Mehana. Kur do të Samir Lushtaku në zanë rresë. Se do të merrni. Flasëm shumë thjesht si qytetarë që çdo një merren dash politik, dash pa politik. Kur ti teket e zanë rresë kjo pa kusht. Dhe ka mujt një rremë. Edhe nuk e besoj që ka prejkë me dorë Samir Lushtaku. Kaç. Çka nëse e kish prek? Haj? Çka nëse e kish prek sipas teje? Nëse e kish prejkë? Ka që s'është bëhet, pse s'është bëhet.
neve për na prekun. Gjithkush që e prit që s'po them çfarë po bëhet vëlla. Çfarë bëhet me emrin e Samisës se themi nëse tikset jo veç po me kategorinë e njerëzve të luftës, nëse merr qytyn në thu dikon bëhet burr mediatike e punë mundohen me u pështru njerëzia me u bë çka. A dini se është ftuar zotëri Lështaku nga policia qoftë si dëshmitar apo i dyshuar për këtë rast? Nuk e di veç e di që Sami Lështaku nuk i ik as policisë, as ju i deklarata, as drejtësisë as njerë. Flasim pejmas lufte këtu. Qysh e dini edhe ju që ju ka përgjigj çdo herë, edhe hala është e përgjigjota pa kur fort drejte, edhe nuk i ik as njerë. Përgjigjet edhe ai edhe unë edhe tjetër. Kaq. Faleminderit shumë. Kaloni mirë, faleminderit.